Përshëndetje miq, mi se vini përsëri në emisionin tonë Diaspora Shqiptare në televizorin Albania TV. Jemi në javën e parë të vitit 2026. Dhe urimet tona shkojnë për ju, një vit të mbarë. Gëzuar të dashur qytetarë. Qoftë një vit i mbarë 2026, sjellë shëndet, mbarësi, suksese dhe paqe për ju dhe familjen dhe për të shqiptarë ku do të ndodhet. Albania TV, stafi i saj, procedurimet më të përzemërta për një vit sa më të paqet të begat. Ky është emisioni i parë, shpëtim për 2026, dhe është një emision që mendoj ka shumë interes sepse sjellim shumë informacione edhe kryesisht për bashkëtarët anë të cilët fatkeqësisht pasi vetë vazhdojnë të kalvarin e çështjeve të dokumentave. Mundi pritshmëritë janë të mira. Rezultatet janë të mira. Kemi 2 muaj që kemi filluar Albania TV. Shumë vete na pyesin se ku mund ta shikojnë. Ju do na shikoni në YouTube. Po shpëtim është vërtet shumë impresionues fakti që shumë bashkëtarë shprehin interes, kanë telefonuar, na sillin mesazhe, na dërgojnë email dhe më tepër shikueshmëria është shumë e lartë për një periudhë shumë të shkurtër kohore për një web TV dhe një media siç është Albania TV që është krijuar recently, është një nisëm vullnetare e cila është përshtatur tek kapacitet dhe mundësitë e bashkëpunimit ynë në diasporë, gjithsesi jemi mirënjohur, falenderojmë dhe sigurisht sfidat kanë qenë të mëdha, vazhdojnë të jenë të mëdha, por ne jemi besim plot se të kalojmë dhe me mbështetjen tuaj dhe të gjithë së bashku të kalojmë një sa tjetër që Albania TV mos jetë thjesht një TV i kufizuar për disa apo për të tjerë, por të jetë vërtet zëri i diasporës, të jetë një media e cila do t'ju informojë në mënyrë të drejtë për drejtë, profesionale, në mënyrë transparente mbi së gjitha, aq më tepër pasionuar interesat apo aq më tepër pa u përfshirë në politikë, sepse në fund të fundit ne si diasporë kemi vendosur dhe kemi ngritur jetën tonë në diasporë, pra në Greqi pjesa më e madhe, se ky është vendi që ne kemi zgjedhur të jetojmë, por gjithsesi Albania TV është detale për ju, për çdo mundësi dhe aq më tepër për problemet tuaja. Mos hezitoni dhe ne ju bëjmë thirrje që të na klikoni në website-in e Albania TV, aq më tepër në faqen tonë në Facebook dhe sigurisht ai që është më e rëndësishme ta ndiqni në YouTube duke na bërë subscribe dhe aq më tepër nëse do mundeni të bëni dhe share, pra të shpërndani lajmet e fotografive tona që sa më shumë bashkëtar të informohen shpëtimet që mundësi dhe ata adresojnë problemet e tyre. Mundi mesazhet janë pozitive, kjo na jep një kurajë akoma më shumë që ne të vazhdojmë punën tonë. Si ne informues dhe si zgjidhës për problemeve. Apo jo? Pikërisht dhe kjo faktoret lehtë po të marrim parasysh mesazhet e shumta për një periudhë kohore për rreth 2 javë më kaluar në emisionin e fundit të shpëtimit dhe mesazhet nuk janë 10 apo 100 dhe kjo është përtejse impresionuese është përgjegjësi sepse duhet trajtuar me respekt dhe me profesionalizëm, me qëllim që të jepet një përgjigje sa më serioze, sa më bindëse aq më tepër, sa më ndihmuese dhe lehtësuese në problemin që ka gjithë secili. Mundi jemi në javën e parë të vitit 2026, megjithatë mbas urimeve që ne përcollëm bashkë ata problemet qëndrojnë, apo jo? Po shpëtim, vazhdojnë problemet, ne do mundohemi siç kemi bërë tani të japim një orientim, një përgjigje dhe një shpjegim çdo pyetje apo problematike që është adresuar dhe sigurisht ajo që është më e rëndësishme, siç e kemi bërë tashmë dhe bërë tradit në ta themi, brenda këtyre muajve, t'ju bëjmë një informacion rreth zhvillimeve më të fundit në kuadrin ligjor në sferën që na takon drejt për zhvillimin e fundit që i përkasin të gjithë bashkëtarëve tanë. Misioni ky është. Mundi vitin e kaluar 2025 u mbyll me një qarkullë të Ministrisë së Punëve të Brendshme apo jo. 2026 fillon me një projekt ligj, i cili është qëndron diskutim. Si qëndron kjo punë? Po shpëtim është vërtet, fatmirësisht projekti ose më saktë qarkoria e Ministrisë së Brendshme, e Ministrisë të Kujdesit Qytetarit më komunitisht, ndori një qarkore e cila jep mundësinë të gjithë bashkëtarëve apo gjithë emigrantëve të udhtonin në vendin e origjinës vetëm me vërtimin, sepse nuk ishte një udhëzim, dhe kjo i bëri mundësinë që ata të udhtonin pranë familjes e pranë vendit të origjinës përpara njerëzve të për të kremtuar ndryshimin e viteve apo festuar ndryshimin e viteve. Nga ana tjetër ajo që kaq shumë pritet dhe kaq shumë është folur deri më sot dhe ne kemi theksuar dhe kemi sqaruar që duhet kemi kujdes nga ata që thonë ka dalë ligji apo çakollojnë në mënyrë abuzive në rrjetet sociale me realitetin. Cili realiteti? Realiteti është ky shpëtim që pak ditë para ndryshimit të viteve, Ministria e Migracionit ka dërguar në
parlamenti aq më tepër ka shpallur për diskutim publik dhe ka bërë të hapur ligjin e ri të kaq shumë përpjekje, i cili është një ligj i ardhur i akumuloruar vitet e fundit, i filluar më saktë për hicën vërtetës nga ish ministri i emigracionit Mitterrand, që më pas punë më të madhe bëri zoti Kiri, pra ministri një nga ministrat mendoj në gjykimin tim nga më të mirë. më të mirët, sepse ishte jo politika, po një profesor, një njeri i cili një figurë e nderuar, i cili pa anën njerëzore dhe anën ligjore të çështjes dhe jo anën politike siç kanë parë tjerët, më pas ishte një përgatitje e pasuar nga për një periudhë të shkurtër nga ministri Voridis dhe aktualisht nga ministri aktual Frano Klevri, pra të gjithë ta kanë lënë gjurmën e tyre dhe kanë paraqitjet e tyre në këto ndryshime ligjore që pritet të kalojnë të shpejti. Çfarë do të thotë kjo shpëtim më konkretisht? Së pari, është një mundësi e mirë që të gjithë bashkëdhëtarët, por kryesisht faktori shqiptar, që tu i drejtojmë të gjithë të interesuarve, që do të thotë konkretisht shoqatat, organizatat, unionet, federatat, diasporat apo çdo lloj forme tjetër e ligjshme apo jo në Greqi, të shfrytëzojnë këtë moment, të studiojnë ligjin dhe të adresojnë dhe të dërgojnë përgjigjet e tyre, ose më tepër propozimet e tyre, është shumë e rëndësishme për të adresuar me qëllim që problematikat e shqetësimit që kanë pasur nga këtyre viteve shpëtim të shkojnë me qëllim që të gjitha ato të ngumbullohen dhe komisioni përkatës të shqyrtojnë dhe të paraqisin e ligjit. Pra, është një rast, mund të themi rasti i parë, që një projekt ligj jepet në shqyrtim, apo pra jepet mundësia shoqatave dhe organizatave të tjerave të japin mendimet e tyre lidhur me këtë projekt ligj. Pikërisht. Po puna është, do merrem parasysh këto diskutime dhe këto pikërisht. Të themi për gjithë bashkëdhëtarët, edhe në të kaluarën është zënë kjo mundësi, por fatkeqësisht faktori shqiptar ka qenë inekzistent dhe ka qenë shumë i dobët në adresimin e këtyre problematikave. Dhe shpeshherë, ajo që ne kemi mësatuar, unë e kam menduar dhe kam thënë, kamuflohemi ose fatkeqësisht mbulohemi nga të tjerë duke paraqetur situatë. Jo, nuk kemi patur një rol aktiv dhe dominues, më saktë sfidues çdo duaj për këtë çështje, është një mundësi e mirë. Sot kemi me dhjetra avokat apo juristë, kemi me dhjetra aktivistë, cilët kanë njohuri dhe mund të konsultojnë dhe të adresojnë këtë problematikë, por ajo që është e rëndësishme është një moment shumë i pozitiv për të adresuar problematikat tona. Gjithsesi, lidhur me pyetjen se do të merren apo jo parasysh, unë mendoj që në raste të tilla shoqëria civile ka një rol shumë domethënëse. Nëse propozimet janë brenda kuadrit ligjor, brenda politikave dhe brenda një kuadri të pranueshëm, pra ka një kuadër i cili përfshihet në objektivin dhe qëllimin që ka projekti ligji, po do merren parasysh sigurisht me një ndryshime që ata i përshtatin, se në fund të ditës mos harrojmë faktin që projekti që dalin janë në dobi të qytetarëve të vendit, por kryesisht ajo që është madhore dhe pa diskutueshme është fakti që është në interes të shtetit grek, të kombit grek dhe të vendit ku jetojnë, sepse kështu bëhet harmonizimi i ligjeve. Mund i dalin projekt ligje mundi. Ky projekt ligj i ri që ka dalë tani dhe që është për diskutim. Çfarë ndryshimi ka dhe si qëndron e vërteta me këtë ligj? Cili është thelbësori i këtij ligji? Për të bërë më të qartë dhe më të kuptueshme për gjithë bashkëdhëtarët. Ky projekt ligj është as më tepër është dhe një projekt ligj tjetër, i cili vjen në një moment shumë delikat, fatkeqësisht jo të volitshëm për bashkëdhëtarët tanë, sepse ky momentum vjen në ashpërsimin e politikave migratore të Bashkimit Evropian dhe në këtë kontekst Greqia ka harmonizuar gjithë politikat dhe ky projekt ligj vjen në këtë moment dhe fatkeqësisht mjafton të përmendim një fakt që është shumë domethënës. Deri më sot kryesisht shkeljet që bënin emigrantët pra qytetarët e vendeve të treta ishin shkeljet që kishin atë formatin administrativ ose më saktë kishin ndëshkime administrative. Fatkeqësisht ky projekt ligj e kalon këtë cak dhe nuk janë thjesht shkelje administrative, nuk janë thjesht shkelje që paraqiten në kodin civil, por janë shkelje të cilat do të shqyrtohen, do të trajtohen si shkelje penale, pra do të përfshihen në kodin penal të Greqisë, që do të thotë ashpërsinë të masave apo të ndëshkimeve që do të merren për emigrantët dhe për ata të cilët konstatohet një shkelje apo paragjithësi në aplikimin dhe procedurat e tyre të pajisë me leje qendrimi. Dhe kjo nuk është pozitive sepse kemi një ashpërsim të politikave dhe tashmë nuk flasim më për qytetarë apo emigrantë të parregullt të rregullt, po flasim fatkeqësisht pra kemi një zyrtarizim të termit të
papranueshëm nga për mua se të monde kam thënë do ta them të ligjshëm dhe të paligjshëm. Nuk e di pra ashpërsimi pra termi që qytetari i paligjshëm dhe jashtëligjshëm është shumë i rëndë për mua, por gjithsesi është lind tashmë dhe këtu kjo konfirmohet dhe zyrtarisht. Pra 28 vjet në Greqi, që nga viti 1998, 27 vjet se i bie, pra nuk mund të jesh me emigrant apo jo, pra duhet të jesh shqiptar i vendit, kështu mendoj apo jo. Pikërisht. Megjithatë unë nuk di sa ligje kanë dalë mundi dhe te ky ligj dhe te ky projekt ligji i ri që ka dalë tani. Kush fiton në këtë ligj? Ose në vend vojza kush penalizohet? Okej, atëherë të sejmë ndonjëherë. Që është shumë e rëndësishme. Flasim për një emigrant të ligjshëm ose pa ligjshëm, automatikisht në bazë të ligjit pak herë apo jo? Pikërisht. Ligji i njëjtë të pa ligjshëm ata të cilët kanë bërë shkelje të rënda dhe kanë marrë dënimin përkatës nga gjykata. Kur një qytetar, pavarësisht origjinës së tij, automatikisht identifikohet si njëri i pa ligjshëm, do të thotë që ai mbi shpinë ka diçka shumë të rëndë dhe është dënuar me gjëra. Por kjo nuk ndodhet faktikisht ndaj në këtë kontekst ne themi që është një term i papërshtatshëm, por gjithsesi është term i rëndë. Konkretisht, çfarë parashikon ky ligj pozitivet dhe negativet? Pozitivet janë ato që unë thash pak më herët, ashpërsimin e masave, aq më tepër shtirjen e masës së ndëshkimit ndaj qytetarëve të vendit treta që të thotë nuk do të kufizuar vetëm në Greqi, por faktikisht do të përtej Greqisë, kryesisht në vendet e Bashkimit Evropian dhe vendet Schengen, do të thotë nëse një emigrant penalizohet në Greqi apo në Spanjë apo Gjermani apo më tej, penalizimi i tij, ndëshkimi do të vlejë edhe për vendet e tjera të Bashkimit Evropian, që do të thotë kufizim, lëvizje në një vend tjetër të Bashkimit Evropian. Sa shumë ndëshkim? Ndërtimi vërtet shqetësues, sepse nëse dikush penalizohet, do të jetë minimalisht rrezikon së pari nëse ai ndalohet nga autoritet policore dhe nuk largohet me funde të lirë, pra nuk shpreh dëshirë me vend të kthehet teoria dësohet, rrezikon burg 2 deri në 3 vjet, gjop të cilat arrin pra në vlerë monetare nga 5.000 deri në 15.000 euro dhe penalizim, pra deportim nga vendi i Bashkimit Evropian nga 5, 7, 10 deri në 15 vite, pra flasim për masa shumë të ashpra, si dhe faktikisht do të ketë të pamundur të gjatë periudhe në çdo vend të Bashkimit Evropian qoftë apo në Greqi të pajisur me leje qendrimi. Edhe pse mund të ketë arsye madhore, këto e penalizojnë emigrantin. Pra në këtë kontekst duhet patur shumë kujdes. Çfarë është negative së tjetri? E kemi thënë nga rithën. Viti 2003 që një vit që ndeshkoi shumë bashkëtar, shumë emigrant, lidhur me BB-n e famshëm. Nuk parashikohet një paragraf për momentin i cili mund të ketë vlerësimi, edhe pse flitet pra ka një thjesht shpresë për të trajtuar këtë çështje dhe ne urojmë dhe insistojmë dhe kjo është një thirrje për gjithë që të insistojmë në dëtimin që ne të hiqet ky penalizim, që të jepë mundësi këtyre emigrantëve. Ka edhe një diskutim të paktën në këtë kontekst lidhur me rikthimin e mundshëm të lejeve 3 vjeçare. Kjo do të ketë mundim shumë më mirë për gjithë emigrantët të pajisur me leje qendrimi. Nga ana tjetër ka shumë familje që janë të penalizuar sepse njëri prej bashkëshortëve apo nga fëmijët nuk janë pajisur me legjendrim. Ka shumë njerëz që i kufizon. Dhe kjo është mendoj e dëmshme fakti që fëmijët e pashoqëruar, të mitur të pashoqëruar adoleshentët u hiqet e drejta që gëzoni deri tani, një ligj e kthyer në ligj nga vetë kjo qeveria propozuar po nga kryeministri Mitsotakis, faktikisht ky ligj e shfuqizon këtë kategori që do të thotë e shfuqizon ligjin duke mos u për refugjatët, por edhe ka dhe shumë shqiptarë që kanë minorën në Greqi dhe ata duke u regjistruar në shkollë setore me çdo automatikisht leje qendrimi. Automatikisht kjo privohet. Pra është një kufizim. Mundi dalin shumë qarkore, unë nuk e di se kanë dalë 230 qarkore besoj, janë 70 ligje, projekt ligje për emigracionin. Po ka kaluar 3 dekada mundi. Pra flasim sot për këto ligje mundi. Çfarë bëhet mundi? Pra ti je i lishëm. Është gjë më elementare në këtë ligj. Duke qenë që është shpëtim një nga të pakët gazetarë që e ke ndjekur hapas hapit të pjesë, unë deri para vitesh e kam ndjekur si një aktivist, si pjesë e shoqërisë shqiptare në Greqi, ti Robert Goro,
bibe deri diku, çka do të Me thotë. të ndalemi pak me që bëjmë një ushqillim për mikun të Robert Gora, pasi ka ikur nga jeta nëna e tij. I shprehim shkrimet tona më të përzemërta për humbjen e nënës së tij. Pra, siç e tham, i kanë dhënë të çështje Greqia është vendi vërtet i veçantë ose specifik i cili thot ka një sistem demokratik, është deri diku, pretendon që është Bashkimi Evropian, por edhe pse de jure është antare e BE-s, procedon dhe funksionon si një vend ballkanik, duke krijuar gjithmonë pengesa apo mundësira të cilat shpeshherë penalizojnë dhe vështirësojnë jetesën e integrimit të qytetarëve të ndërtuar, kjo duket qartë nga shifra që them më herët. Nëse bëhet fjalë për 200 shtatë qarkore, imagjinoni se sa komplekse bëhet gjithë procedura, ndërkohë që mund të ishte fare thjesht me një kuadër emigracioni, pra me një projekt konkret, i cili mund të ndodhte. Është mungesë, është një shiko. Do të them diçka, të paktën eksperiencë ime provojnë ka treguar që Greqia është shumë e kujdesshme në integrimin në shoqërinë vendase të faktorit të tretë. Faktorit të tretë janë emigrantë që vinë nga vendet të ndryshme të botës. Qofshin këto të Evropës lindore apo lindore të ish blokut sovjetik, qofshin këto të Ballkanit, kryesisht shqiptarët që në vendet jo europiane. U bindën dhe aktualisht në vendet atletike të cilat me sa duket dhe ose më sa pak sipas studimeve të bëra publike nga shumë qendra të cilat merren me sociolozinë dhe me politikat sociale kryesisht të integrimit, ai më tepër nga vendet skandinave që janë më të përparuara të Evropës, ka treguar që integrimi i tyre, ose më tepër asimilimi i tyre është shumë i vështirë ose i pamundur dhe kjo duket qartë ku të paktën të vende kanë kaluar 4-5 breza me emigrantë të vendet dhe ende ata nuk kanë integruar apo janë asimiluar në shoqërinë vendase. E kundërta sa ndodh me shqiptarët. Në këtë kontekst, Greqia ka qenë e kujdesshme dhe vërtet e kujdesshme, duke patur dhe përvojën personale nga kontaktet ka pasur me shumë qytetar të lartë deri në rang ministrash apo drejtor edhe sekretar përgjithshëm për shkak të angazhimit tim. Është konstatuar kjo që është kjo off the record shpëtim që Greqia bën kujdes që nuk kërkon që të ketë një shifër mbi 10% emigratore në propocion me populacionin. Pra është një tavan që është duke respektuar dhe të quhet një vije kuqe, ose quhet më saktë një kufi i cili prek interesat të kombëtar. Sot është 5%, sot është 5%. Sot që flasim, përqindjet totale në përgjithësi nuk kalon 6-7% maksimumin, pra duke përfshirë këtu, kujdes, duke përfshirë këtu edhe qytetarët që vinë nga Bashkimi Evropian, pra qytetarët që janë të BE-s, të përgjithshëm. Por gjithsesi këto janë politika që mendoj nuk kemi as mundësinë dinamikën e për të prekur dhe për të soluar, por neve mendojmë që duhet të diskutojmë dhe të trajtojmë çështje që në këtë kontekst, të përcjellim problematikën dhe shqetësimet tona tek autoritetet përkatëse shpëtim, me qëllim që ato përkatëse të mos i shikojnë emigrantët jo si armiq, por si një gul i çmuar të cilët i kanë kontribuar se në fund të ditës, po ta marrim praktikisht, unë kam jetuar në shtëpinë time ku kam qenë kryetari i federatës në periudhën 2013, më falni, dhe deri në 2018, 2018, por edhe më herë kam qenë sekretari i federatës dhe e kam përjetuar periudhën e krizës dhe mjafton të them disa fakte që janë të pakontestueshme. Fakti kryesor është që ndërkohë që në periudhën 2008-2012, kur ishte kriza e madhe ekonomike, u riadresuan në Shqipëri 230.000 shqiptarë, 180.000 vetëm nga Shqipëria u shkonë në Shqipëri. Për të cilëve 1% u rikthye në Greqi dhe një pjesë tjetër emigroi në Bashkimin Evropian. Deri në 2014 ka pasur ta ikën me dëshirë natyrale apo me u larguan pra për shkak të krizës ekonomike lidhur të papostësisë madhe të shumicës. Goditja më e madhe erdhi për faktin se u rënua ndërtimi, ra ekonomia zero, mbani më një moment shumë i vështirë, por përveç kësaj, deri në vitin 2014 kishte një rrjedhje të kapitalit monetar nga Greqia, por edhe potencial qendror, kryesisht shqiptarët ishte forca më e madhe punëtorëve në Greqi. Nga viti 2014 edhe më pas, kur Greqia filloi të bënte ndryshimet qeveritare dhe ardhën në pushtet të Sirizës, pati një frym optimizmi, i cila
riktheu të potencial emigratorë, tani që është e rëndësishme me statistika zyrtare, shqiptarët ishin të parët të cilët mbasi u rikthyen në Greqi ose ata që ishin në Greqi, bën atë që i dhanë një oksigjen ekonomisë greke, që do duket absurde, por është fakt i pamohshëm. Çfarë bën shqiptarët konkretisht? Ndërkohë këtë periudhë mos harrojmë faktin skandalet që gjithë grekët ose pakun ata që kishin para në banka apo nëpër të treguara diku në sepepe apo sepete si tonë nëpër dollape, ta thënë thjesht, nën jasteke nën dyshek, i transferuan vetë në Bashkimin Evropian. Po shqiptarët çfarë bën? U rikthyen në Greqi, apo ata që ishin në Greqi investuan dhe blen plotë të palyshme dhe ka qenë momenti ku shqiptarët rikthyen biznesin valutin. Dhe nuk ka harruar një moment shumë të rëndësishëm për tim që mendoj në atë periudhë kam dhënë një intervistë për Mega Channel dhe më bën një pyetje që llogaritë që kapitali në valutë i shqiptarëve e arriti shifrën pra në vlerë mbi 5 miliardë euro. Dhe thoshte, ishte momenti kur nacionalizmi ishte në kulmin e vet, ishte Hakimi i Art, dhe ishte një shqetësim që shqiptarët mundën me paratë e tyre të bëjnë sistem bankar. Pra, imagjinoni sa pesh kishin shqiptarët dhe sa oksigjen i dhanë ekonomisë në moment. Pra, fillon duke investuar në pasojë të palushme, duke ushtrirë në pjesë tjetër, ndihmuan turizmin në Greqi. Dhe pse kjo mund duket absurde dhe e papërfituar për shumë tjerë, e ndihmoi ekonominë. Pse ndihmoi ekonominë turizmin? Së pari, përveç se investuan në turizëm, ai kishte më rëndësishëm shpëtimi ishte të gjithë bashkëtarët tanë, se cilët punonin në ndërtim apo në pjesë të ekonomisë të cilat u prek nga kriza ekonomike, turizmi ishte në shpëtim më sipër. U orientuan dhe u punësuan në turizëm duke i dhënë një shtypë shumë të madhe turizmit. Pra, edhe aty ishte një ndihmë shumë e madhe shqiptarëve. Me pak fjalë, shqiptarët i kanë dhënë shumë Greqisë, edhe Shqipërisë. Sigurisht e Shqipërisë, sepse janë remitantët, por flasim në kontekstin e saj sepse shqiptarët me disa zonë në Greqinë i kanë dhënë kontribut. Fatkeqësisht, qeveritë greke nuk e kanë parë me një sy më optimist, shpeshherë kanë preferuar votën e thjeshtë duke i përdorur shqiptarët si një kontingjent votash, duke përdorur retorikën nacionaliste, dhe kjo e ka dëmtuar dhe i ndodhi në këtë moment në sot të shpëtim të kemi mbi shumë të 270 qarkore me 10 ligje, projekt ligje, për të ligjëruar ose në fakt për të përkeqësuar, sepse po ta marrim praktikisht kemi reduktimin e levit qëndrimit dhe vërsi dhe mendoj që është një moment shumë i rëndësishëm. Po të dalësh në Europë, të pyesësh bashkëdhëtarën se bësh një intervistë ka të thonë kështu, ku është problemi kryesor? Problemi kryesor është e qëndrimit. Po më ma zoti Mondi, miku im i dashur, kaq vështirë është jetosh edhe në Bashkimin Evropian i Vishëm. Sa kërkon më tepër migrantë? Shpëtim. Pra dalim të këto letra të tyre. Unë dua të kthej të shikoni se sa mesazhe, emailë na kanë ardhur. E çfarë tregon ato? Ka shumë mundësi, sepse ne do vazhdojmë të shikojmë të trajtojmë. Pjesa më e madhe për tyre kanë të njëjtin pyetje të një shqetësim. Si është e mundur që 35 vjet në Greqi të vuajnë të njëjtin problem, dhe të kenë një problem këtë tjetër atë të leve qëndrimit. Dhe kjo vjen, siç e thash më herët, fatkeqësisht për shkak të mungesës së vullnetit të politikës greke për të dhënë një zgjidhje përfundimtare kësaj çështje, e cila zgjidhje do e ndihmonte vetë ekonomikën siç e kanë ndihmuar të shqiptarët të pakën e kanë treguar siç më herët. Aktualisht për llogaritë që në gjithë Greqinë të jenë më shumë se 20.000 biznese të hapura shqiptarët në Greqi. Më shumë se 20.000. Llogaritë që tashmë edhe ata që kanë fituar shtetësinë greke, familjet mikste të jenë më shumë se 120.000. Diçka? Që do të thotë, shqiptarët e kanë vendosur, kanë zgjedhur Greqinë, e kanë shtëpinë e tyre. Shtëpia e tyre. Nga momenti që është shtëpia e tyre, është përgjegjësi ekskluzive e politikës greke e qeverive greke të japi zgjidhje, sepse është absurde në vitin 2026 të kemi edhe një ligj tjetër, edhe një projekt ligj tjetër, i cili në fund të ditës premton shumë, por në realitet ka një pyetje të madhe se sa do të aplikohet, sepse është absurde të mendosh që djali mbron atë dheu pra Greqinë që të parë, ushtar, dhe prindit nuk kanë leje qëndrimi ose fatkeqësisht rrezikojnë ta humbasin leje qëndrimit për x arsye. Mundi, para se vim te këto përgjigjet tuaja, don të përgjigje konkrete, kupton, shqiptarë me gandë ne përgjigjemi konkretisht.
Bëj një pyetje unë për ta mbyllur këtë kapitull. Ka që vështirë është, kur do kemi lehtë për në Greqi? Ato kemë një emigrant një lehtë për në Greqi? Unë për drejtat e mia nëse do kemi në një moment lehtë përhershme, sepse si më herët janë shumë tjera gjëra të pak unë të kam kuptuar sepse nuk ka një shpjegim logjik apo një shpjegim të arsyeshëm qoftë njerëzor apo edhe ligjor lidhur me mungesën e një leje të tillë. Edhe ato leje që ishin dikur, që më shumë një leje e përhershme, që ishte një leje leje të përhershme, ishte leje pa afat. Më pas ato leje u utilizuan me ligjin e vitit 2023 dhe të gjitha ato leje automatikisht u konvertuan në leje vjetëçare, pra dhe ato u dëtuan. Gjithsesi, unë vetëm gjithmonë mendoj që në një moment Greqia ose vënë asaj shoqëria vënë se politika do e kuptojë do bëjë një ndryshim, po ose siç ka ndodhur shpeshherë që nuk thuhet me Greqi, do të vijë Evropa, do e penalizojë Greqinë, do paguajë njopa dhe pastaj Greqia do mundohet të harmonizojë kodin ligjor të saj me atë të Bashkimit Evropian. Dhe rrojë interesoj. Ky projekt dhe në këtë kontekst ka një gjë shumë të thënë se mendoj që është shumë e rëndësishme për ta përcjellë. Çfarë parashikon? Përveç të tjerësh, është fakti i premtuar nga ministri i emigracionit Thano Pleu që gjithë e njihni qëndrimin e mënyrë dhe qasjen e tij për çështjen e emigracionit, por ai ka thënë diçka dhe e ka thënë dhe parashikohet në ligj. Lejet e qëndrimit tashmë do të jepen në kohë rekord, pra fast track. Rinovimi do të bëhet në kohë shumë shpejt dhe ai është më thënë se lejet e qëndrimit nuk do të jepen më të skaduara, por vlefshmëria e tyre do të fillojë që nga momenti që do të miratohet nga Drejtoria e Decentralizuar Departamenti i Imigracionit, që do të thotë nëse dikush ka aplikuar në vitin 2023 dhe ligji në fuqinë në fund janarit dhe leja del në shkurt 2026 dhe leja përket kategorisë 3 veçare, kjo leje fillon vlefshmërinë e saj, pra vlefshmëria nga shkurti 26 deri në shkurt 2029 pa përteve. Nëse një leje është 5 veçare, fillon nga momenti i miratimit të lejes dhe jo nga momenti i aplikimit. Që do të thotë dy gjëra shumë pozitive. Së pari, do të jetë mundësia dhe lehtësimi këtyre qytetarëve që të lëvizin dhe të mund mos ketë pengesa dhe vështirësi në jetën e tyre të përditshme. Aq më tepër do të ketë një lehtësi në administratën greke, sepse nëse kjo procedurë do të aplikohet automatikisht, janë me mia leje qendrimi që do të lehtësojnë procedurën, nuk do të jenë barë për administratën greke. Kjo është pozitive në këtë projekt që parashikohet. Mundi, ka rëndë mund të këto shqetësimet e emigrantëve? Po. Unë do të thosha edhe diçka tjetër që shumë e rëndësishme, ose më saktë dy detaje të rëndësishme. Kryesisht për shqiptarët, mendoj shumë e rëndësishme, ata që nuk kanë leje qëndrimi ose që janë në Shqipëri dhe duan të vinë në Greqi, e riteksion të njëjtë siç kemi thënë si Albania TV, dhe nuk do heqë të thoni, mos bëni veprime me persona të pa autorizuar, që nuk janë kompetent apo nuk janë certifikuar dhe s'ka një njohuri të përkatëse ligjore për pajisje me leje qëndrimi. E para, e dyta, për gjithë shqiptarët, aktualisht është shumë herë më e përshtatshme dhe shumë herë më ndeshme dhe më e favorshme për të ardhur në Greqi me viza pune, me kontata pune, që shqiptarët i marrin të gjithë pa përgjegjësinë 100%. Kjo automatikisht me leje qëndrimi dhe do keni mundësi të punoni dhe të siguroni të jeni të ligj. Është drejtare. Se kjo procedurë parashikohet në këtë projekt ligj do të thjeshtësohet, do bëhet më e volitshme dhe më e thjeshtë për të aplikuar për procedurën për të ardhur në Greqi dhe do të shfrytëzohen disa kritere penguese për këtë kategori, të thotë nëse një pronar grek ju lëshon kontratën me vendimin e periferisë e merri vizë vini në Greqi dhe për x arsye ju prisni raportet e punës me atë, ju mund të ndryshoni pronar dhe të paguani leje qëndrimi. Kjo parashikohet në ligj dhe parashikohet të ndryshohet me qëllim që Greqia mos u mas potenciali e punëtorëve, por dhe të ketë njerëz të rregullt në Greqi ose më saktë me terminologjinë e re të ligjshëm në Greqi. Së dyti, ajo që mendoj që është shumë e rëndësishme, parashikohen të pakun sipas informacioneve që kam dhe ato që kanë lexuar në projektin e ri, që disa kategori që përfshin kryesisht kategorinë për arsye njerëzore dhe për arsye të jashtëzakonshme, që është kategori fatkeqësisht e shfrytëzuar, do të ketë disa lehtësime, disa ndryshime ku disa kategori mund të përfitojnë dhe shpresojmë që kjo të merret parasysh dhe të kalojë në parlament të votohet. Pra këto janë pak a shumë përgjithsisht. Neve jemi në përfundim informacionit shpëtim dhe mendoj që shumë shpejt janë në misionarat të praktikën shumë atë informacione shumë në detaj rreth projektit të ri
Ndaj ju lutem bashkëtarë që na ndiqni, mos hezitoni na nisni pyetjet tuaja, problemet tuaja dhe ne kemi mundësinë që Imazhin e kemi poshtë thonit. dhe në telefonat që shikoni në ekran në këtë moment. Atëherë, të fillojmë të bëjmë një rezume sepse janë të shumta pyetje. Do mundohemi të jemi sa më të përgjithshëm sepse janë të shumta. Së pari, është zoti në ka një email zoti Miri Idrisi, përshëndetje, jam në Greqi 70 vjet, kur nuk kam patur leje qendrimi ose VVO-s. Para 8 vjetësh bëra një kërkesë me ligjin shtetëror, por nuk pranoj kërkesën. Unë kërkoj ndihmën tuaj të më dëgjoni, të më drejtoni tek një avokat dhe të vazhdoj procedurat për leje qendrimi nëse hapet ndonjë rrugë në ligjin e hartshëm. Faleminderit. I nderuar Miri, siç e tha më herët, faktikisht diçka nuk keni bërë mirë në aplikimin e parë, ne mund të adresojmë, por faktikisht nuk ka hapësirë në momentin që është shfrytëzuar ligji kategoria për arsye të jashtëzakonshme. Përpasoj ju mund na telefononi, mund na kontaktoni dhe neve do t'ju adresojmë dhe do t'ju japim informacion. Për momentin e sigurt është që është e kufizuar Ky faktikisht po. Faktikisht po. Nëse ligji i ri që është në shqyrtimin sipër do ta parashikojë, ndaj ta shkon sekretari që mund të parashikohet, le shpresojmë të ndodhë se ne jam që bëjmë, mund të japim përgjigjse? them se po. Si thash, ne do ndiqim me vëmendje shërbime, do shikojmë të gjithë procedurat dhe do mundohemi të ta orientojmë. Ndaj, lutem na kontakto dhe na ligji telefon që të kemi mundësi të komunikojmë me ju. Λοιπόν, Flora Aska, akuzuar pas të fundit vitit, erdhi te shpëtim, faleminderit për informacionet. Faleminderuar. Gjeni XAL, nuk do të bësh protest. Kjo është interesante, pra nuk do të bësh protesta në një vend që nuk jetë të ftuar. Ambasada shqiptare në societeten shqiptare në Greqi të njohin ligjet greke dhe t'ia bëjnë të qartë emigrantëve shqiptarë në mënyrë që të jenë të informuar për të drejtat dhe sidomos për detyrimet që kanë në një shtet, në të cilin kanë ardhur me dëshirën e tyre. Kaq shumë vite për shqiptarët, periudha me VVO-si ka qenë një periudhë e artë, me të cilin shumë shqiptarë gjetën zgjidhjen në shtetin grek. Por ka pasur edhe shumë patriotë që tanë që gabimet që kanë bërë jetëtesë në Greqi janë munduar të kalojnë pa u treguar në shtetin grek. Përpasoj ngelin pa dokumente pa pension, gjithkohon në të zezë. Dhe për të gjitha këto e kanë fajin Greqie, kurse për sa i përket Facebookut, fytyra që tregojnë shqiptarët duken as pak miqësore dhe mosmënjose për një shtet që ka qenë Amerika për shumicën e ndërmuesve shqiptarëve të varfër që nuk kishin asnjë shpresë për mbjetesë. I nderuar Genix Al, pra nuk ka ne mirëpresim edhe ndaj neve nuk i shpangemi komenteve të tilla sepse gjithë secili tek ne është respektuar dhe ne respektojmë mendimin e gjithë secilit, por nuk pajtohemi me to dhe nuk kemi detyruar të pajtohemi. Ne kemi theksuar që gjithë secili ka postën dhe detyrën e vet, ka mendimin e tij, perceptimin e tij. Ndaj do ishte mirë nëse do të kishim mundësi të kishim emrin tuaj që të komunikonin. Lidhur me mendimin tuaj, unë si mund kam dhe jam i sigurt në shpëtimin dhe shumë bashkëtar kanë tjetër mendim sepse realiteti është i pamohueshëm, është gjakftoft dhe është aty dhe nuk merr interpretimin, por gjithsesi është i respektueshëm. Faktikisht faktet tregojnë që Greqia të paktën me shqiptarët është problemi në Greqi, jo populli grek. E ritheksoj. Populli grek është vllazëror, është miqësor, tashmë është një me shqiptarët, por flasim shteti grek nuk ka qenë as pak miqësor, ka qenë shumë i kujdesshëm dhe shumë ndërshkues ndaj shqiptarëve dhe shumë emigrantëve të tjerë. Mjafton përmendim faktin që siç e tha më herët, fëmia është ushtar dhe nuk ka leje qendrimi, kjo do të thotë gjithë dhe nuk flasim për demokrati, flasim për dallime dhe probleme të tjera, të cilat gjithë secili ka mendimin e tij. Shkojmë te Thomas Mulleti. Po organizojnë një tubim se ku i diet dhe mbledhemi. Po nderuar, ne si Albani nuk mund të organizojmë tubim, mund të bëjmë thirrje, mund të mbështesim nisma, por nuk bëjmë thirrje. Gjithsesi, është detyrë dhe përgjegjësi e shoqatave, organizatave diasporës, komiteteve apo çdo lloj formati tjetër të ligjshëm të rrjedhë në Greqi. Gjen Gyzejrej, vetë Cipra si bëri me brigadët, të tjerë nuk bëjnë. Cipra bëri tentativë, por Cipra për faktin që kishte një staf apo pjesë të kabinetit qevetar të paaftë, pa provoj aty bënë shumë dëme që e dinë shumë mirë si tek dokumentet parametrat tek pensionet sepse është ligji ka turpun e cili i penalizon shqiptarët, ndaj do të jemi transparentë dhe të ndërgjegjshëm në sjarimet tona. Sokrat Lezo, gëzuar festat e fundvitit, erdhi dhe shpëtimi, ju falenderojmë, jeni shumë korrekt, ju bëni punë të mirë me popullin që sa ka bërë diku tjetër. Shumë faleminderit nderuar, mundohemi të jemi sa më transparent, simbolik dhe të drejtë për drejtë, siç kemi thënë, është një përpjekje që bëjmë me dëshirë me vullnet.
Jako Deliej, faleminderit për sugjerimin tuaj dhe për kontributin që jepni. Ju falenderojmë gjithashtu dhe ju urojmë gëzuar festat. Jako Deliej, cila është lidhja e vetme se kanë munguar disa vite në Greqi? Po, zoti Jako Deliej, radhën e kaluar ne bëmë një diskutim dhe një përgjigje. Po e theksoj, fatkeqësisht rasti është shumë specifik dhe ju i përkisni kategorisë që nga momenti që dikush ka munguar më shumë se 2 vjet në Greqi, automatikisht pavarësisht lejës qëndrimit penalizohet. Nuk keni pas leje vjeçare kur nuk thyet kishte munguar më shumë se 2 vjet në Greqi dhe kjo u penalizon. Ndaj duhet të shikoni opsionet e tjera, siç thamë herë, ose nga një pjesëtar i familjes me pasaport grek ose me një kategori të re që ne presim të Nëse nuk i ka këto kyshitje, do mundi? urdhro. Nëse nuk ka këto. Fatkeqësisht po. Fatkeqësisht po. Eleni priti për personat çfarë thuhet, ju lutem na shpjegoni. Siç kemi thënë, është në negocime sipër, janë 2 ekipet teknikëve Shqipëri-Greqi po negocojnë. Nga ana tjetër diaspora shqiptare ka bërë lëvizje, të paktën kemi një informacion dhe shumë të tjerë në Greqi. Dhe presim që shumë shpejt kemi të re dhe jemi shpresoj që brenda 2 viteve të kemi me lajme shumë pozitive. Vasilika Hida, kam 35 vjet në Greqi, jam pa letra 75 vjet. Pra, atë që thamë herët i nderuar, lidhur me kjo është përgjigjja më saktë në komentin e kaluar. E nderuar Vasilika, është një pyetje e përgjithshme, ju lutem na kontaktoni dhe na specifikoni arsyet dhe shkaqet që ne mund t'ju adresojmë, mund t'ju vijmë në ndihmë për të gjetur një zgjidhje nëse është e mundur. Sokrates Lezo, zotë mundi ju falenderoj për punën, por ne kemi 71 vjeç, a do marrim pension, a do paisim edhe ne me pasaporta që në të katë në Greqi, por nuk kemi akoma derisa të vdesim po presim. Ky është një realitet i hidhur e nderuar, fatkeqësisht siç ata personat janë në diskutim sipër, mosha juaj është moshë e madhe dhe është më delikate dhe fatkeqësisht këtu nuk parashikohen aty ligje dhe më shpresoj që me ligj njëri të ketë disa parashikime sepse penalizohet dhe kjo është një lajm faktikisht që parashikohet shpëtimi në ligj, që këtu ka direktorë më fal, se ka shumë rëndësi. Kë kategori siç është zotëria, pra mbi moshën 67 vjeç janë pensionistët, do të hinë disa kritere ndëshkuese, do të jetë mundësia për lejuar leje të pakën të parashikohet tani, qoftë me një sigurator të tjetër. Kjo do ishte shumë pozitive që mos humbisnin leje të ndrim, sepse nuk është vetëm leje të ndrim, edhe ajo çka ata kanë akumuluar gjatë viteve pensionet. Dalur të personin fjalë. Pra ky humbet 2 gjëra. Për mendimin tim do të them gabi, humbet lejen e qendrimit, humbet dhe kontributin vullnetar që ka punuar për 10-20 vjet, më kupton? Mundi duke marrë shkas nga ky person, desha të bëj një pyetje nëse ke me informacion. Këto vitet e kontributit, s'po dalë pse, po më shqetëson këtë për veten time, po qetëson veten time. Këto vite kontributi, nëse njëri ka 20 vjet kontributi dhe ka 3000 ensima. To konvertohen në lek? Ka në diçka konvertohen? Jo, fatkeqësisht. Edhe kjo është një problem që do të zgjidhur kryesisht nga 2 grupet negociatorë të 2 vendeve. Si dhe patjetër duhet një presion më tepër dhe një insistim më tepër nga faktorët shqiptar, siç ata diasporat, komunitetet, federatat të Ose të marrë një pension, pra ai se ka kontribuar. Pikërisht pra, kjo bën me pension se ka ekspert, ka dhe një pjesë të madhe që që e mbështesin të nisë, pra. Në rrugësojnë opsione. Edhe me rrugësojnë zgjidhjet, sepse në fund të fundit kjo projektet njeriu dhe janë konvente bashkëkombëtare të cilat faktikisht neve nuk kemi për të pikë, por gjithsesi një pjesë të tjera. Okej, Jana Vasili, përshëndetje të ndjek gjithmonë, por për ne pensionistët me leje Macron, mos zëri ndonjë ligj për sa kohë mund të largohemi nga Greqia për shqiptarët pensionin me sa pyeta të epka nuk mund ta presim, vetëm problemi është që ai mund të presë përsëris prap adrin e Macron qoftë se mbaron, ju falenderoj për sqarimet. Ndërkohë Jana, si më thuaj, ju keni leje shumë të fuqishme dhe nuk keni kufizimin në largimin që jashtë, sepse leja juaj nuk ka parametra ndalimi. Por, në këtë rast, përdesa ligji parashikon jo më shumë se 2 vjet, për të shmangur çdo lloj pak kënaqësi apo do pësit administratës, sepse nëse do penalizohen nga një punonjës, do duhet pasaj të drejtojnë gjykatët ta ftojnë aty drejtësinë, por të drejtojnë gjykatët do të thotë shpenzime në para, kohë e humbur dhe aq më tepër penalizim nga jush. Pra duhet bërë kujdes të kontekstit. Se ju hyni për gjatë 2 vjetëve pa shpërputje në Greqi, nuk ka asnjë problemi. Dhe ajo që është më domethënëse është fakti që ana mund ta rezervojë lejen e mizit. Lejet e Macron, pra të rezidentëve afatgjat, është leje e Bashkimit Evropian, mund ta themi me terma të thjeshtë, e cila është leja më e fuqishme dhe është leje e përhershme dhe jo e përkohshme, që do thotë e rinovoni lehtësisht në çdo moment. Vetëm në rast kur ju keni një pajisje me leje të Bashkimit Evropian të njëjtës kategorie, atë do duhet në një moment të hiqni dorë nga leja e një shteti.
Akif Kopo, salam aleikum, i dim, do rregullojë, do heqim dhe ligjet e luftës për bukurinë. Po e nderuar, aleikum salam. Mjetët respektojnë. Λοιπόν, dashnor Korra, bravo Monti, faleminderuar. Sokrat X, gëzuar ftetët, gëzuar e nderuar. Elena Kuqi, çfarë drejta ka pensionisti për të shkuar në Shqipëri? Po Elena, kemi ne thënë dhe ne kaluar dhe po riteksoj. Një pensionist varet nga kategoria leje sidimit që ka, por në çdo rast rekomandohet që mos të kaloni afat kohore, nëse leja që ndihet 2 vjeçare, 3 vjeçare, jo më shumë se 6 muaj në Greqi brenda vitit sepse ku do të penalizoheni. Nëse ke leje 5 vjeçare me akron, mund të rritet më tepër. Por gjithmonë duke u informuar si të pyete qoftë tek Albania TV, qoftë tek ne apo tek dikush tjetër që është kompetent dhe është njohës i ligjeve, mos hezitoni ta kontaktoni sepse në Greqi ligjet ndryshojnë dhe mund të befasoheni. Ferdi Babali, gëzuar festë që faleminderit për patronin dhe me një vit të mbarë. Faleminderit nderuar. Erion Racina, përshëndetje. Quhem Erion Racina, kam një problem me spitalin Hipokrati dhe jam i ndarë nga familje, po jo me ligj. Unë jam larguar nga familja në vitin 2013. Kisha një djalë kurse sot më del dhe një çuk dhe se spitali Hipokrati ka nxjerrë këtë fëmijë pa firmat e mia, por ka shumë të pa drejtat pse kjo mafje në mes së shtetit është shtetëror, është spitali Hipokrates Leik, keni mundësi të ndihmoni. I ndërruar Lion, neve folëm bashkë telefon, unë shpjegova në telefon, është çështje personale që është çike komplikuar, unë i thash, fatkeqësisht ligji është shprehur në rastin tonë. Në momentin që ju nuk keni marrë divorc, çdo fëmijë që vjen në brenda kurorës, pavarësisht se ju apo dikush tjetër është babai biologjik i fëmijës, automatikisht fëmia kalon tek brenda çiftit dhe ndarja e tyre bëhet vetëm shërbimore. Ndaj edhe spitali Hipokrati, pavarësisht firmës tënde, fëmia det sepse është nëna ajo që ka deklaruar aftësinë e prindit, pra janë procedura që kanë një aspekt të tjetër dhe janë të aspektit penal që futen në tjera çështje. Ti, i nderuar, siç thash në telefon të shpjegova, mos hezito dhe mos vono, të orientohesh dhe të kontaktosh një jurist i cili merret me divorce specializuar dhe jo vetëm me pjesë tjetër, sepse çështja është shumë e komplikuar dhe fatkeqësisht do shumë kohë dhe shumë ekonomi për ta në vlerë monetare për ta zgjidhur dhe të mos kesh edhe më tepër probleme më parë, vepros sa je në kohë. Bylver Nova, gëzuar për shumë vjet, ne që kemi vëllëse se mund të vijemi jashtë, të vemi jashtë, të takojmë fëmijët si për shembull në Kipro, faleminderit. I nderuar, ju jeni siç e tham më herët me vëllësin, faktikisht nuk lejohet sepse nuk njohin vendet e treta apo vendet e Bashkimit Evropian me vëllësin e grek, duhet vetëm leje qendrimi. Vetëm formë siç përshtohet aktualisht është kalimi në Shqipëri, marrja e fuli, hyrja në Greqi dhe udhëtimi me bulat 13 për atë vizave Schengen. Bexhet Mema, i dashur Putin dhe modi, me vësi më del aporipsi si të veproj. I nderuar Bexhet, nëse të refuzuar dhe ka vësi e polin, nuk kemi shumë informacion, nëse je i kategorisë të 2023, normalisht je është konsideruar si shpërdorues, nëse i përket një kategori lutem na dërgoni dhëna, na kontaktoni dhe ne do t'ju sqarojmë sepse është një pyetje e përgjithshme dhe nuk mund të jap një përgjigje sa më të saktë dhe më të drejtë për të që ne t'ju ndihmoj. Drita Alunaj, përshëndetje, të zotë pyes, jam me leje qëndrimit deri në vitin 27, pra 2027. Lejen e kam nga vajza se ka pasaport greke. Nga viti 2021 deri tani jam në Angli, më duhet një informacion si do veproj për ananeosin në qershor të 27 dhe jam me karta të rregullta nga viti 2001. Ju lutem një përgjigje, gëzuar për shumë, gëzuar Anita. Siç e tham, ju jeni me leje si prind ose pjesëtar i familjes së grek nga fëmia. Janë dy kritere që duhet plotësoni. Së pari, mungesa për Angli, Anglia ka hyrëdarje dhe do kërkojë hyrëdarje dhe ka mundësi që ju të penalizoni, rrezikoni shumë të penalizoheni. Dhe e dyta, duhet fëmia juaj, nëse nuk jeton në Greqi, duhet të ketë patjetër të ardhurat të mjaftueshme për të mbuluar sepse është personi që është kujdestar mbi ju. Këto dy kritere preson. Ndaj merrni masat që mos të befasoni. Në të kundërt, nëse do të refuzoni lejen do duhet çdo procedur ta bëni nga e para. Albina Gjoka, gëzuar festat dhe shëndet të keni nderuar, un kam këtë problem. Janë pa dokumenta, para një viti kanë në Shqipëri se më lava maja,
dhe mora një job që e pagova, jam këtu në Greqi dhe dua të shkoj përsëri se do bëj një vjetor mamas. Tani në janar më duhet të shkoj. Si të bëj? Një mendim lutem të faleminderit për sa na informoni. E nderuar Bina është pari ngushëllime, fatkeqësisht jeni kufizuar, unë më herët nuk ka asnjë lloj opsioni për moment të bëni lek qendrimi në Greqi, aq më tepër nëse keni hyrë në zë dhe nuk jeni me tremujore. Që do të thotë ose do të ktheheni në Greqi ose nëse dikush nga familja ka shtetësi greke dhe mund të pajisë me legjendrim, por në të kundërt kudo që të shkoni të gjeni një punëdhënës dhe mand të ambasadës të merrni vizë të vini me legjendrimi. Tash ky njeri jeton në Greqi pa lishë, më Po. Nëse të ka policia, cili është ai dëmqësi? Pyetje shumë e rëndësishme. Sa që e çfarë më herët. Në rastin e të rastit personave fatkeqësisht ligji aplikohet më një herë dhe shumë i afërt, do thotë penalizim për Bashkimin Evropian, job në vlerë monetare shumë të lartë, dhe më tepër rrezik lidhur me faktin që rrezikon burgun 2 deri në 3 minimalisht vjet. Nëse personi shpreh fundet e tij për të kthyer në atë, atëherë të gjitha këto masa të shfrytëzohen dhe nuk vlen më dhe ai kthehet në atë. Pra ky është penalizuar. Kë kategori më saktë. Pra ky kategori. Flora Selimi, po pse i kthyem 3 vjeçare prapë? Pse nuk na japin afatgjata? E tha më herë ndryruar fatkeqësisht ndryshimin e ligjit 2023 bën pak një reduktim të kategorive të lehtë qendrimit dhe këtu fatkeqësisht u prek në kategoria me arsye njerëzore që është absolutisht mendosh një kategori e cila ka nevojë për ndihmë shoqëria në zonën e botës së një bon Greqia ndodhi kundërta. Është presojmë që me ligjin e ri të ketë një hapësirë dhe për ju të ketë mundësia. Është rikthyer leja 10 vjeçare siç e dini, por jo për ata që kanë leje afatgjatës leje 10 vjeçare, duhet të ketë ndryshim kategori në bazë të rikthehet leje 10 vjeçare. Niko Caroli, përshëndetje zoti Guri, gëzuar festat kishte një pyetje unë bëj bashkim familjar nga bashkëshortja që ka karta 5 vjeçare për Makronin. Unë kam karta 3 vjeçare. Sa duhet të rri në Shqipëri dhe sa në Greqi? Po e nderuar, siç e thamë më herët, pavarësisht lejes që ka bashkëshortja, ju jeni përgjegjës për kategorinë që duhet leje qendrimi. Jo më tepër se 6 muaj në Shqipëri, në kundër ty do keni penalizim. Pra 6 muaj ndaj 6 muaj. Madje unë kam rekomanduar është më e përshtatshme 5 muaj gjysmë në Shqipëri dhe 6 muaj gjysmë në Greqi, me qëllim që të jeni të garantuar të jeni safe. Petro Meshau, përshëndetje, jam Vladimir Meshau, kam 30 vjet në Greqi, rri në Filadelfia të Kis, bëj për herë të tretë që bëj leje 5 vjeçare. E kam aplikuar me 25 januar 2025 dhe nuk kam akoma një vendos për atë VVO-s, për atë që ti the e ke gabim, nuk kam marrë unë VVO, se në 23 jam pensionist dhe jam 60 vjeç. Nuk e di për çfarë referohesh në Vladimir Shep, por nëse ti ke leje 5 vjeçare, atëherë automatikisht veçse te 5 vjeçare e ke rruguar 3 herë, diçka nuk shkon. Sepse lejet 5 vjeçare e Macron u filluan para 10 vjetësh, veç kësaj nëse ke përzyrë 10 leje vjeçare do të thotë që nuk ke leje nga të kategorisë një shteti grek, sepse lejet 5 vjeçare kur janë jo e Macron automatikisht mbasi kur rinovohen për zotin kalojnë në 10 vjeçare, pra duhet mos pas më shumë përfundon mund të bëjmë një shpjegim. Lidhur me VVO-sin, nëse s'ke marrë akoma, diçka nuk e bër sakt ose më saktë personi që ka bërë aplikimin, diçka s'ka bërë sakt ose e ka fshir padasë. Sigurisht që keni marrë VVO-sin dhe kujdes, ndiqeni dhe konstatojeni sepse mund të keni kaluar shumë kohë, është më tepër se 6 muaj dhe zakonisht periferia ku kalon një periudhë kohore 2 me 3 muaj pasi ka dërguar një email për plotësim dokumentesh apo rikuperim të tyre, merr masa penale ndaj konstatojeni ose ne konstatojeni ose personi që ka bërë aplikimin ta shikojë dhe ne brenda mundësive nëse ju dëshironi do t'ju ofrojmë ndihmën tonë. Jako Delaj, këto ligje kur këta nuk duan ligje, jo fëmijë, jo ku është drejta ime, ku si prind me të drejtën time dhe cili është prind. Jako, nuk e kuptoj pyetjen tënde, ribëj edhe një herë lutem. Dilara. Përshëndetje zoti Mondi, për ne që kishim Adia Diamonis, po ne dogje avokati, nuk do ketë një zgjidhje për ky plevri, ka një trem që nuk mund ta përmend. Hyra në dorë, hyra në mënyrë të ligjshme, mora Adia Diamonis me Amka, me Ensme dhe me Ola. Por më vonë, për të lëvura kishte dërguar një kartë në periferia tek avokati dhe ky na i tha, kështu që nuk mund të bëj anëneosi. Ç'është ky racizëm si në mesjet? Urrëti. Faleminderit dhe vit të mbar për të gjithë, ne inshallah se na nxin jetën.
Sa thoshe mundi që Kërcen fatum, e kuptoj shumë që si më duaj shpirtin e disa po vuan, ndërkohë që s'kemi asnjë faj. Tjetër pyetje, nëse dikush largohet nga ky vend me dëshirë, kur s'ka avja, do marr gjuhë 100 euro në dogan? Besoj se jo, por të di mirë ligjet e këtyre rastësisve. Shikoni nderuar lira, pyetja juaj e kuptoj, por duhet ditë kur është refuzuar leja e qëndrimit sa ka kaluar. Çfarë leje qëndrimi keni patur? Dhe e dyta, largimi me vullnet lirë fatkeqësisht nuk parashikohet, vetëm se në rastin kur ju jeni brenda fat kohor që parashikohet nga periferia, do një kërkesë dhe periferia u jep një autorizim që të largoni vullnet lirë. Në të kundërt, po do penalizojë, duhet pagoni gjobën. Dhe në këtë rast është më e rekomandueshme, të pakun unë e rekomandoj të padiskutuar, të pagoni gjobën dhe të jeni të pasur ligërisht sa mos pagoni gjobën e pas të keni shumë vërtetësi dhe pengesa për të pajisur me legjitimin sepse shumë përsetar kurse të blerë është goxha e lartë, por kanë pengesa në të ardhmen. pra janë disa këshilla që do të parasysh më. Parasysh. Unë na pyesin ne kemi përgjigje me Pikërisht, këshillat për tona. të sqaruar. Për sqarim. Fludina Hila, përshëndetje, mua më mbaron letrat në fund editorit që t'i nevoj më duan 50 encma, që nuk i kam ku mund t'i gjej apo t'i blej. Rutina, pra ti ke leje 3 vjeçare dhe ju duhet të siguracioni. Në moment që keni leje 3 vjeçare, pra në bazë ju të mesazhet që keni dërguar, blerja e encës duhet parë kujdes sepse ka shumë të papërgjithë që do të shesin encma ikonike dhe më pas do të rikin në një sistem dhe kjo u penalizon. Ndaj, është mirë ose të punoni ose të siguroheni që këto encma të jenë saktë, sepse ju mund ta bëni aplikimin dhe më pas mund të dërgoni si dokumenta plotësuese këto. Mundi bëj një pyetje? Po. Lidhur me këto 50 encma, mundi. Nuk ka shkelje të ligjit këtu? Në analogji Unë nuk pajtoj me të në mendim, jam në mendimit që sepse shteti grek, si e di më shumë mirë, dikur kërkonte 300 encma më pas, do 250, 200, 150, 110, erë Kurfiri 500 encmave është minimali i mundshëm dhe vlen për të gjithë, është për të patur siguracion. Pra, nuk është për levën për legjin edhe për shëndetin edhe për shëndetin, sepse nëse dikush nuk ka rindot personi nuk punon dhe s'ka lekë. Nuk punon personi. Atëherë duhet të jetë në tamion energjisë, pra të kalojë në asistencë sociale dhe duke qenë asistencë sociale është siguruar dhe siguruar shteti. Pra ka zgjidhje. Ka zgjidhje. Ajo që faktikisht pjesa e madhe nuk e di dhe nuk e informuar fakti që duke mbetur pa encma, qajin apo pa penun gjenë jo nderuar. Kush është pa encma nuk ka punuar, automatikisht regjistrohet në ajër në papu dhe ajeri automatikisht mbrohet se e parashikon ligj. Klodiana Cira, përshëndetje zotin Mondi. Po kur e ke thyer 3 mujorë që dhe ndodhesh në Greqi, a paguën në dogan që të iki në Shqipëri në mënyrë vullnetare? A po se do të më vjen apetet se do të iki të kthehem me vizë. Po, më ndëruar, për shembull, mendimi është shumë i mirë dhe kështu rekomandohet me vizë. Kujdes, ju do paguani gjop, nuk mund të largoni me vullnetar sepse nuk ka akoma një institucion apo një autoritet i cili të japë mundësinë e rikthimit pa paguar në dogan. Por në çdo rast ju do të kaloni, paguani gjopën dhe më pas mund të aplikoni për të pajisur me leje qëndrimi, pra që do të thotë me një vizë, miratot nga periferia shkon në ambasadë aty me viza. Dhe siç e tham, në rastin më të keq mund të humbni një aplikim do të reagojnë përsi, por kjo nuk ka ndodhur më sot. Shqiptarët janë kategoria e parë e qytetarëve të vendit të tretë që e marrin automatikisht vizën pavarësisht të vështirësive dhe pengesave. Julian Jançe, nuk paguhen në dogana vlla, duhet ta kesh një rikje në Greqi të paguaj. Po Julian, kjo është ka ndryshuar kohët e fundit, ose sa muajt e fundit, përpara po bëjnë dogan, ka rast që dogana paguhen, por edhe këtu ka një paqartësi sepse janë bërë shumë manipulime dhe ka patur shkelje nga shteti grek, mos harrim faktin që para pak muajsh u bë arrestimi i doganierëve dhe i gjithë personelit në doganën e re të hapur në kufirin me Greqinë në Saran, pra në doganën kush kategori njerëzit futen këtu? Me gjop, kush paguon me gjop, okay? Pra do ta paguaj dikush, por kujdes, nëse ti synon që të marrësh vizë, duhet kujdesesh që gjoba të kalojë në eufori, pra tek Agjencia Kombëtare e Taksave, tatim taksave me qëllim që të hiqet në sistem, sepse nëse nuk hiqet do të diktohet nga konsulata apo ambasadë dhe do të keni vështirësi në marrjen e vizës. Fabian Ergjoni, po ne që s'kemi letra fare. I nderuar, fatkeqësisht nuk e mundësi e penalizuar, nëse ndryshon diçka, na ndiqni shpeshherë dhe do të informoni për çdo të re. Pranvera Vertopi, gëzuar ofensës zoti Guri, kam në vitin 2023 në muaj të gusht, më mbaronte karta në 10 tetor, që 2020 po pres, dhe karta po më nuk ka dalë, e kam kartën 3 vjeçare.
një kartë me përpara 3 vjeçare me dolën kur karta tonë edhe 8 muaj të mbaronte. Kjo që po pres akoma nuk po vjen, po bëj në Greqi 20 vjet, po vuajm shumë në karta. I nderuar, kjo është një nga ato shqetësimet që ju e thot më herët që shqiptarët nuk kanë respektuar, nuk është vërtetë. Ky zonjë nuk flet është absolutë mendor që ka fëmijë, ka familje dhe është kufizuar dhe pret të marrë një leje të duar. Zonja Pranvera, me sa kuptoj ju normalisht ose keni aplikuar në Palini ose në Pirak, janë dy detyrit që cilat vonojnë dhe kanë ngarkesë, por në çdo rast, edhe po keni detyrë tjetër, keni sigurt që kur keni bërë aplikimin, u ka ardhur një email informues për dokumentet plotësuese. Ju lutem, shikojeni ose nëse nuk keni mundësinë na kontaktoni ne do t'ju shpjegojmë tu vëmë informacion ose të adresoni tek një avokat që të shikojnë kalon lejë sepse mund të ketë ardhur një email informues dhe u ka kërkuar disa dokumente ju se keni parë dhe kjo mund të penalizohet. Ky email ka fat mundi? Ky email ka fat? Fatkeqësisht afati është 2 muaj, por fatmirësisht duhet të thënë shpëtim, për hir të vërtetës, është një merit dhe përgjegjësia e detyrisë së që shpesh ata bëjnë një qorë i veshur, që do të thotë, pavarësisht se emaili ka vlefshmëri 2 mujore, ata e mbajnë 2 muaj, 4 muaj, 6 muaj, dhe një vit e kanë marrë një gjysmë, duke ditur që emigrantët nuk kanë klasë. Pra, ka një han human që kanë treguar dhe duhet të jemi realistë, duhet të njohur dhe ti falenderojmë për këtë. Dalina Dardha, zoti Guri, kam ikur 2 herë në Shqipëri me këtë VB-ose që kam tani. Nuk ka një problem zoti Dalina, mund të shkoni sa herë doni, siç e tham, i VB-osi ka vlefshmërinë e lejës së qëndrimit, por në çdo rast leja e qëndrimit ju nuk kaloni më shumë se 6 muaj qëndrimin në Greqi. Dilara, përshëndetje Guri, për ne që kishim marrë dhe diamonisht, por për fajt avokat, është një pyetje që e ndëruar. Okej. Jam punë tira për të thënë dhe edhe një email tjetër që mendoj është edhe ky është shumë i rëndësishëm. Spiro Duka, jam në moshën 75 vjeç, kam në Greqi që panoj familjarisht me dokumenta të rregullta prej vitit 1995. Kam blesh shtëpinë time në Athinë. Kam pasur leje qëndrimi a orës të diarkes. Por kur më mbaroi fati i qëndrimit, afati i pasaportës në vitin 2018, dhe unë në dhilës e të renë, ma ndryquan adhin në 10 veçare. Po e nërru, sepse si të thamë, lejet e pa fat, ishin leje një kategori vetëm në Greqia e njifte, dhe automatikisht duhet të ndryshë sepse u shpjegizuar si leje qëndrimi në vitin 2015 dhe u ra një afat kohor për ndryshimin e kategorisë. Dhe keni marrë 10 veçare. Leje qëndrimi mbaron në mars 2028, së bashku me pasaportën. Jam pensionist në Greqi dhe në Shqipëri. Në emisionin tuaj dëgjova se dhat këshillën për njohjen e lejeve të qëndrimit mbas vendimit të qeverisë dhe për qëndrimin në Shqipëri të kemi kujdes. Dëgjova dhe afatet e lejes së qëndrimit mbas daljes së vendimit të qeverisë greke, por nuk e kuptova mirë. Dëshira ime është të qëndroj më shumë në Shqipëri se sa në Greqi. Ju lutem, ka mundësi të më sqaroni për kohën e qëndrimit tim në Shqipëri dhe për afatin e ardhje paramonis? Në rastin tim konkret, faleminderit për sqarimin, urime për një vit të mbar, të mirë dhe të begat, për suksesin në punën tuaj dhe shëndet në familjen tuaj. Faleminderit nderuar, me respekt Spiro Duka Sara. I nderuar Spiro, e sqarova më herët dhe po e theksoj. Leja juaj është leje veçare, pavarësisht se ju keni mundësi të rini një kohë të gjatë në Shqipëri, kujdes, në çdo rast ju nuk mund të kaloni 2 vjet. Nëse kaloni 2 vjet, atëherë automatikisht do të penalizohet të fundit leje qëndrimit. Por mund të qëndroni 6 muaj në Shqipëri, 6 muaj në Greqi, dhe kjo deri në fitim 2028, pra në mars. Në momentin që do rrovoj lejen qëndrimit, e keni të pamundur të jetoni më shumë në Shqipëri dhe më pak në Greqi, sepse do ndryshoni kategorinë e lejës qëndrimit. Do të thonë me leje 3 veçare si i pavarur financiarisht sepse jeni pensionist dhe do të thotë leje qëndrimit 3 veçare. Leje qëndrimit 3 veçare nuk të jep mundësinë e qëndrimit në Greqi më shumë se në Shqipëri, më falni, më shumë se 6 muaj. Nëse e kaloni 6 muaj, automatikisht kur do rinovoni, fumbisni lejen e qëndrimit dhe fatkeqësisht e pensionit, bëni kujdes ose sigurojeni të keni një leje të fortë nëse dikush nga familja e një pjesë familjes ka dokumenta greke. Mundi, ne bashkë bëjmë një emision në javë, në kupton shpëtimin? Dhe nga ky emision në javë ne shikojmë sa shqetësim ka apo. Të gjitha këto vetëm për të jetuar të lishëm. Dhe në mbyllje të emisionit të tij, unë isha për një pyetje për të qartësuar miqtë e mi. Sa leje qëndrimi kanë në Greqi? Se qeshë bëri këto? Atëherë, statistikisht, të bëj një rezume, sepse Greqia, siç e dinë shumë mirë fatkeqësisht, në vitin 2019 nuk ka patur statistika zyrtare. Që do thotë?
çdo gjë ishte një perceptim, ishte një studim i mirëfill, që do të thotë se Ministria e Emigracionit kur rekrutua me drejtorin e detyrimit dhe bënte një llogaritje sa emigrant ka. Mirë, po kjo nuk ishte përfundimtare sepse ishte të shpërndarë. Po sa faktin që Turqia përtej drejtorisë së censura dhe Departamenti i Emigracionit ka azilant, ka kategori leje qendrimi që merr ministri, ka të leje qendrimi që jepen në polici. Pra janë një frymëri të cilët janë institucione të pavarura që nuk janë të akumuluara. U desh një punë çeveçare, u desh një marrje masë nga Bashkimi Evropian për mungesë të statistikave dhe të studimeve të mirëfillta nga shteti i grekë, dhe kemi nga viti 2019. Në vitin 2019, emigrantë të ligjshëm në Greqi kanë qenë 1.150.000 të ligjshëm. Bashkë me refugjatët, Këtu përfshihen të gjithë ata qytetarë të vendeve edhe qytetarët e Bashkimit Evropian. Okej? Aktualisht që flasim, zyrtarisht shifra që i referohemi, ose më saktë, që ne interpretojmë, është shifra e përcjellë nga Ministria e Emigracionit që mban statistikat, kjo shifër nuk arron 850.000 për çfarë viti? Emigrantë Për të çfarë viti ligjshëm. kjo? Pra në vitin 2025 Viti që ka shkuar. janë 850.000 emigrantë. Kujdes, nga 850.000, pra plus minus sepse dihet që ka një përqindje që është lohati, dikush është humbet, dikush aplikon për të parë dhe kështu me radhë, një kategori. Nga këta emigrantë në fillt që vinë nga vendet e treta janë gjysma, pra 50%, që do të thotë Ne jemi te 5%. rreth 450.000 apo 460.000 emigrantë. Me të Dhe 200. nga 450.000 emigrantë ndërruar shpërthyer, shqiptar janë diku tek 250 me 270.000. Pra dikur ne bëshim 64%, sa përqind dhe më thësisht? Në vitin 2019, llogaritja që shqiptarët ishin diku tek 600.000 emigrantë. Se 64%. Por kulmi i emigrantëve në Greqi arriti shifrat 800.000 me 900.000, kur nuk arriti 1 milion, ka qenë dhe një trendim politik, në periudhën 2004-2010, kur ishte lojë olimpike dhe pati një dynë të madhe, dhe nga ai moment ka një reduktim të rënit dhe largim nga Greqia. Kjo është e vërteta e ftohtë dhe bazuar në statistikat e bëra publike nga Ministria e Emigracionit dhe Ministria e Brendshme e Greqisë, janë statistika zyrtare. Dhe një sqarim. Të gjithë ju që kemi një vërtetim aplikimi, keni parë sipër që ka një shifër thurje dhe një numër nga pas. Në qësa e shifër ka shifër 1.8 milion, pra 1.800.000 si numër, nuk do të thotë se janë 1.800.000 emigrantë të ligjshëm në Greqi. Është aplikimi i pra procedura elektronike me numrin 1.850.000. Pra është vetëm një procedurë. Mos harrojmë faktin një emigrant në Greqi bën të paktën 3 deri 4 procedura, të cilat shtojnë këtë shifrë, ndati kemi këto shifra konkrete. Por pavarësisht kësaj, të dashur bashkëdhetar, ishte kënaqësi që ne së bashku me shpëtimin të çelim siparin e emisioneve të radhës për vitin 2026, ne e bëjmë me dëshirë, me vullnet mirë, me respekt dhe me njohje ndaj ju, sepse nuk janë vetëm problemet tuaja, edhe problemet tona, sepse edhe ne jemi me origjinë migratore. Do mundohemi në çdo mënyrë dhe me çdo formë brenda ligjeve dhe brenda rregullave të përgjigjemi dhe të jemi të përgjegjshëm për atë çka bëjmë shpëtim, dhe atë çfarë përcjellim tek ju. Dhe është një thirrje që ne kemi nga hera. Pari, nuk do rrisim së rifleksuari kujdes nga personat e pa autorizuar, kujdes nga personat e papërgjegjshëm që qarkullojnë me video nëpër rrjetet sociale, duke bërë thirrje, dole një ligj, dole një qarkore, dole kujdes. Ligji është ligj dhe është i barabartë për gjithë dhe drejt për gjithë dhe aplikohet nga të gjithë dhe duhet respektohet nga të gjithë. Ne referohemi ligjit, i referohemi rregullave dhe brenda kësaj kornize mundohemi të shpjegojmë procesin Mundi, ne kemi një televizor që ka 2 muaj që ka filluar, siç e përsëritëm pak më përpara. Pra është një televizor nga ne emigrantët, që drejtohet emigrantëve, apo jo? Po. Dhe për çdo shqetësim ose sugjeri, na shkruani në adresën tonë, siç shikoni në fond, shqetësimet tuaja. Duke ju falendëruar dhe duke uruar një vit të mbar me shëndet të begatë dhe suksesin për të familjes të çdo shqiptar, edhe një herë mos hezitoni ta bëni like në faqen në Facebook, ta bëni subscribe në YouTube, dhe pse jo të shpërndani informacionet me qëllim që sa më shumë bashkëta të informohen dhe të adresohen që ne të ofrojmë ndihmën apo sqarimet tona.
Shumë faleminderit. Le të vitin bashkë dhe sa më pak shqetësime. Do të takosh në misionin tonë. Mirë takosh.